Kuadri ligjor për gazet serë të fluoruara dhe për substancat ozon holluese do të përputhet në fakt më tej me rregulloret e reja të Bashkimit Evropian, duke krijuar bazat për një ekonomi të qëndrueshme dhe një treg që funksionon sipas standardeve evropiane. Në fakt, në fushën e gazeve të fluoruara, ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyer në fakt me Njësinë Kombëtare të Ozonit, të cilën dua ta falenderoj personalisht, por edhe UNIDO si një partner ndërkombëtar, të cilët ndër vite kanë krijuar një platformë e cila funksionon, një platformë që i mbledh bashkë të gjithë aktorët e fushës për të arritur atë që quhet konsensusi i të gjithë aktorëve në mënyrë që ne të ecim përpara me angazhimet tona ndërkombëtare, të cilat janë dhe angazhime kombëtare, sepse mbrojtja e shëndetit në parim është një angazhim kombëtar.